Dhe përse përket fushatës elektorale, ju sigurisht jeni të rrenë në takime të shumta të cilët niset, më thonë edhe pak çaste më parë, jeni në zonën e kombinatit, por apo përqafohet edhe në DGP-s në komunën e Parisit, Tiranën e Re. Patjetër, por apo përqafohet programi i Partisë Demokratike për të bërë ndryshimin pas 11 majit? Shikoni, e theksova këtë të dytën sepse shpeshherë DGP-s komuna Parisit, Tirana e Re është konsideruar si një gabimisht, një bastion i majt, ndërkohë që si kombinati, si Tirana e Re, zona e komunës Parisit e tjerë, në fakt janë bastione të vlerave më të larta që djatha shqiptare përfaqëson. Në zonën e ta quajmë Tiranës së Re, ju e dini ka me qindra mira biznese të cilat kërkojnë taksa të ulta, kërkojnë një ekonomi më të çliruar dhe refuzojnë kontrollet arbitrare fiskale. Ndërkohë në kombinat, absolutisht janë vlerëtara më të mira të familjes për një buxhet i cili ju e dini, e ripërshtetës nuk do të preshë të përsëriturin. Në Itali produktet shqiptare janë më lirë se në Shqipëri. Pse? Sepse të dëshirja me Tiranën në 20%, ne kërkojmë ta bëjmë sepse ka Maqedonia, Kosova, Malizdi, sepse ka Italia, ta ulim në nivele të qëndrueshme në mënyrë që kur një familjar shpenzon 100.000 lekë, 20.000 lekë të rikthehen në formën e rimbursimit, pra duke ulur TVSH-n. Energjinë elektrike, gjithashtu ju e dini, ne duam ta ulim si përfashën e bizneseve zona komunës Parisit, Tirana e Re, sigurisht më interesuar, po dhe për familjarët, të cilët do ta kenë 7 dhe 6 kW për orë. Po kështu ju e dini, nafta e cila impakton drejt për drejti ekonominë, si në termat e transportit privat, por edhe transportit familjar, ju e dini, kemi naftën. Patjetër, edhe në të bërën biznes, nafta ndikon. Ka qenë disa herë, ju e mbani, zjati disa ditë, ka qenë me Shqetës Vitra. Ndërkohë që objektivi ynë është shumë i qartë, ne duam të bëjmë një indeksim, sipas Kosovës dhe Maqedonisë, plus minus 10%, nafta shqiptare nuk mund të jetë me cilësi më të keqe se Malizdi, por më e shtrenjtë se rajoni. Pra nuk bën sens. Këto janë abuzimet që ju e dini shumë mirë, qeveria Rama i bën në kurriz të popullit shqiptar, një popull i cili mund të jetë socialist, mund të jetë demokrat, mund të jetë me këto partitë solo apo pamundësia, janë partitë të cilat sigurisht përpiqen të katalizojnë pakënaqësitë popullore për që të jeni bindur i prekin si të majt, si të djathtë, si veri, si në jug. Ndaj ripërshërisë që Partia Demokratike në programin e saj ka një qasje që duhet të përfitojnë të gjithë shqiptarët, sepse duhet ta themi, ne nuk mund të kemi një Shqipëri madhështore vetëm për vetë, absolutisht jo. Shqipëria madhështore do të thonë një Shqipëri e cila përqafon diasporën, përqafon bashkëdhetarët në Kosovë etj. Jo në ndryshim kufi, sigurisht që jo. Po flasim në respektin e identitetit tonë më të mirë, vlerave tona familjare. Dhe së fundi një Shqipëri madhështore në kupton dhe çfarë? Respektimin e pluralizmit politik, respektimin e diversitetit ekonomik, social, kulturor. Që do thotë ne kemi pikpamje ndryshme, por të kemi madhështor, nëse unë them, nëse të vras ty, unë forcohem, nëse të burgos ty, unë forcohem, nëse unë të godas, unë forcohem. Kjo është rilindja. Ernest Aliani është ende në burg, sepse sipas Tiranës, Shqipëria vogël e kundërta madhështorës i mundson atij jetëgjatësi politike. Pra, goditja e opozitës, shpopullimi, Shqipëria vogël, mbyllja e konkurrencës, goditja bizneseve, Shqipëria vogël. E kundërta është ajo që është alternativa jonë, Shqipëria madhështore. Po, Shqipëria për të gjithë, mund të themi, pra, si për pensionistët, shkurtimisht pasi jeni thuajse në fund, zoti Kraja, për pensionistët është paketa e dhëmshurisë, e për familjet nevojë, do tentohet që të zhduket varfëria ekstreme. Këto dim që janë afërsisht 800.000 pensionistë, si po mirë pritet kjo? Vetëm shkurtimisht se jemi thuajse në fund. Ka shumë skepticizëm që mos ta zgjas, por i njëjti skepticizëm ishte kur bëm rrugën e Kombit, kur hoqëm vizat, kur futëm Shqipërinë në NATO, kur u pavarësua Kosova, kur rikthyem energjinë 24 orë në Shqipëri, mbani më para 2005-ës, të gjithë ishin me gjeneratorin. I njëjti skepticizëm kur luftuam bandat post 97. Pra po ju them, Shqipëria madhështore ndërtohet aty ku ne kemi ide madhështore, kemi ambicie madhështore për të arritur vendin, ekonominë, demografin, të bëjmë fëmijë, e habëm të propozimin, nënat shqiptare që do të bëjmë fëmijën e tretë do të përjashtojnë për gjithë jetën nga taksat. Pra është një program realisht për vendin, për familjet, të kemi besim, çdo gjë është e mundur. Ky rikthim në Strasburg tregon që nëse je krah të vërtetës, krah besimit që i shërben demokracisë,
Shqipëri